Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë lakrën turshi nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Ekspertët tregojnë se lakra ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë imunitetin, të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Prandaj, sipas shijes, vlerat janë të jashtëzakonshme nga konsumi i lakrave. Gjithashtu edhe mund të mbajnë nën kontroll njësër komplikacionesh. Përfshirja e lakrave turshi në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të vlefshëm për çdo familje, por në disa raste lakra nuk duhet të konsumohet. Natyrologu Gjorgjov Nazarov paralajmëron për efektet e mundshme të dëmshme për shkak të mënyrës së përpunimit të kësaj perimeje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të shikoni veprimet pozitive dhe negative të lakrës turshi, citon edhe eksperti. Për ta vënë në lakrën turshi përdoret një sasi e madhe e kripës, gjë që nuk është e shëndetshme aq më parë edhe për shëndetin tuaj. Sidomos lakrat të cilat shiten në shitore janë më të dëmshme për shkak të substancave dhe kriprave të tepërta që përdoren për ruajtjen e tyre që të mos prishen për një kohë të gjatë. Kur në organizëm futet një sasi tepër e madhe e kripës, personi mund të sëmuret nga ngritja e shtypjes së lartë të gjakut. Kripa në organizëm mund të bëhet gjithashtu edhe ngarkesë për shtypjen e lartë të gjakut edhe për veshkat, duke krijuar kështu edhe vështirësi për nyjet, gjithashtu edhe për enët e gjakut. Ndaj, nëse vuani nga këto shqetësime, mos e përdorni kripën në sasi të madhe. Për shkak të kripës, teprisja e lëngjeve ngelet në trup dhe vështirë të nxirret jashtë. Ndërkaq që kripa çrregullon raportin e kaliumit dhe të natriumit, ajo ndikon në ngërçet e muskujve aq më parë rreth qafës dhe kurrizit. Nëse tashmë konsumoni lakra turshi, do të duhet që të rësisht të eliminoni kripën nga artikujt e tjerë ose nga çdo racion ushqimor. Shqetësime në duar dhe në këmbë shpesh shfaqen si pasojë e disbalancës së kaliumit dhe të natriumit, të cilat mund të shkaktohen edhe nga përdorimi i kriprave të tepërta. Në këto raste është më mirë që të përgatisni lakrat vetë në shtëpi, sidomos edhe për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar kështu edhe anën negative për shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i lakrave turshi mund të jetë i mirë nëse i bëni vetë në shtëpi dhe i konsumoni gjithmonë pa i tepruar. Gjithmonë është e rëndësishme të ulëntoni dhe rreth mënyrës së përgatitjes së tyre. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të merrni vlerat dhe të evitoni komplikacionet që mund t'i kanosin shëndetit tuaj nga mënyra e gabuar e përdorimit të tyre. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet tërësisht madje as me larjen e fletëve të konsumit. Pra me lakrën turshi këshillohuni që të mos e përdorni në sasi të tepërta dhe zgjidhni gjithmonë atë të cilën e përgatisni vetë në shtëpi për të evituar komplikacione në organizëm. Dimri pa lakrën turshi në popullin tonë është pothuajse i paimagjinueshëm. Qoftë në sallata, në mish me lakër ose sarma, lakra është pjesë integrale e kuzhinës sonë, sidomos edhe gjatë përgatitjes së recetave të shijshme. Lakra turshi është një ushqim që falë përmbajtjes së tij ka një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrave biologjik të organizmit. Lakra ka një vlerë të ulët energjike dhe paraqet një thesar të vërtetë të vitaminës C, vitaminës A, B1, B2, si dhe mineraleve të ndryshme të kalciumit dhe të kaliumit. Përveç vitaminave dhe mineraleve, lakra turshi përmban gjithashtu edhe bakteret e acidit laktik të ngjashme me bakteret e mirambrojtëse për stomakun, të cilat ruajnë ekuilibrin e florës së zorëve, rregullojnë metabolizmin dhe stimulojnë gjithashtu edhe largimin e toksinave përmes organizmit tuaj. Lakra ndihmon në punën e trurit dhe ruajtjen e funksioneve mendore, shëndetin e muskujve dhe gjithashtu të zemrës dhe të kockave, si dhe ndërtimin e rruazave të kuqe të gjakut, falë zinkut, lakra e mbron edhe imunitetin tuaj. Ndaj përfshirja e lakrave turshi në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar për organizmin. Këshillohuni gjithmonë që të përgatisni lakra të përgatitura vetë për të evituar sasinë e tepërt të kripës dhe për të marrë vlerat e shumta shëndetësore. Sasia e përshtatshme ditore e fibrës bazohet kryesisht edhe te tretësira dhe nevoja për mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibra e tretshme tek lakra ndihmon edhe në
ndërlidhjet e yndyrnave dhe kolesterolit që i përcjelljin ato jashtë nga organizmi. Kjo nënkupton se gjaku përthith më pak kolesterol. Një firxhan me lakra turshi përgatitur vet mund t'jap edhe doza të mira të vitaminës C, vitaminës K dhe mineraleve të rëndësishme. Gjithashtu, lakra e përgatitur vet në kushte shtëpie do t'i jap edhe më shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Aftësia shëruese e lakrës turshi i tejkalon shumë bime medicinale të njohura. Bëhet fjala gjithmonë për lakrën e përgatitur vet në kushte shtëpie për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Sipas ekspertëve, në 100 gram të lakrës turshi do të gjeni 20 mg të vitaminës C. Në vijim do të ofrojmë të gjitha përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i saj në mënyrë të rregullt. Ajo përmban vitaminën A, vitaminën C, acid folik, magnez, hekur, fosfor, kalcium, kalium, natrium dhe substancat e rënda dhe proteina. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës B12, prandaj rekomandohet veçanërisht edhe për persona të cilët janë vegetarianë. Lakra e kuqe është ndër 7 herë më shëruese se lakra e bardhë. Lakra e kuqe është gjithashtu e pasur me vlera të larta për shëndetin edhe në balancimin e komplikacioneve. Lakra është e pasur edhe për traktin tuaj digjesiv. Ajo që bën lakrën turshi të ndryshme nga lakra e freskët është bakteri probiotik. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentuar i pasur me ekur me kultura probiotike në mënyrë të mirë dhe natyrale. Prandaj përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në balancimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të përfshini lakrën në dietën tuaj duke ditur rëndësinë e probiotikëve që ato do të ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentuar i pasur me kultura probiotike në mënyrë krejt natyrale. Prandaj, lakra turshi është e rëndësishme në probleme të caktuara, sidomos ato të shkaktuara nga çekulibri i zorrës suaj dhe gjithashtu nga flora e zorrëve, veçanërisht pas terapive me antibiotik dhe përdorime të ndryshme. Ka efekte të dobishme për lukthjen dhe për zorrën dhe mikroflorën e tyre, duke siguruar kështu një mbrojtje më të qëndrueshme edhe për shëndetin tuaj tretës. Ajo ndihmon me tretjen ushqimore dhe shpejton metabolizmin. Gjithashtu nxit nxjerrjen e substancave toksike nga trupi dhe gjithashtu rigjeneron edhe shëndetin e mëlçisë, duke përmirësuar kështu edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Siguria që do të merrni prej tyre do të jetë më e lartë nëse i përgatisni vetë në kushte shtëpie dhe evitoni lakrat të cilat mund të jenë edhe të procesuara. Ajo është e mirë edhe kundër djegjeve. Lakra turshi përshpejton edhe rigjenerimin dhe vepron gjithashtu edhe kundër komplikacioneve djegëse të shëndetit tuaj. Përfshirja e tyre në mënyrë të rregullt gjatë dietës suaj ushqimore do të sjellë rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Njerëzit që hanë lakra turshi do të përfitojnë edhe nga lëngu i tyre, ndaj sugjerohet ta konsumoni atë në mënyrë të rregullt dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Kështu do të keni më shumë përfitime dhe gjithashtu do të evitoni edhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Lakra turshi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të gjithë personat, por nëse vuani nga komplikacionet të cilat i përmendëm më herët, atëherë nuk duhet ta konsumoni lakrën. Është e rëndësishme që turshit të jenë pjesë të dietave tuaja të rregullta, kështu do të keni edhe përfitime më të mira për shëndetin. Lëngu i lakrës turshi ka efekte shumë të favorshme për shëndetin tuaj, duke ndikuar kështu edhe në nxitjen e një organizmi më të fortë. Ajo është e pasur me vitaminën C, me vitaminën E, me vitaminën K, me vitaminën B, gjithashtu edhe me vitaminën U. Gjithashtu, njerëzit duhet të konsumojnë më shumë produkte të tilla, të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit tuaj. Lakra turshi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për gatimet, por gjithmonë duhet ta konsumoni me kujdes dhe gjithmonë brenda normës së lejuar për të marrë vetëm përfitime për mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje. Bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.